Promovimi i përdorimit sistematik të qasjeve administrative ishte në qendër të një takimi të organizuar në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali me mbështetjen e ambasadës së Bullgarisë në Tiranë, si dhe qendrës për studimin e demokracisë dhe qeverisjes. Të pranishme ishin autoritetet më të larta të shtetit dhe të pushtetit në Vlorë, policisë së qarkut, si dhe studentë shumë të rinj të qytetit. Duke u bazuar në përvojën europiane dhe në kuadrin ligjor shqiptar, qasja administrative i jep administratës publike vendore fuqin për të ndërhyrë përmes masave parandaluese, heqje licencash, refuzim lejesh ndërtimi, dëshkime administrative dhe kontroll të transparencës në kontraktimet publike. Rektori i Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, profesori doktor Aurela Saliaj, tha se ky takim është shembulli më tipik dhe më pozitiv se si ekselenca administrative mund të vendoset në shërbim të sigurisë komunitare. Ky produkt të cilin po promovojmë sot është një shembull tipik i faktit se si ekselenca akademike prodhon për komunitetin, se si ekspertiza më e mirë e intelektualëve të qytetit të Vlorës vihet në shërbim të zhvillimit të qëndrueshëm të komunitetit dhe specifikisht në shërbim të sigurisë sonë komunitare. Unë ju uroj shumë suksese në atë çfarë keni bërë, ju inkurajoj që ta promovoni sa më shumë plan veprimin dhe pikat strategjike që keni orientuar dhe sigurisht uroj më të mirat në çdo lloj aktiviteti të mëtejshëm. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini e vlerësoi një qasje pozitive, ndërsa tha se trajnimi i burimeve njerëzore të pushtetit vendor është shumë i rëndësishëm dhe se Universiteti i Vlorës Ismail Qemali ka një burim të jashtëzakonshëm, sidomos në fushën juridike. Agjencia e trajnimit të administratës publike është institucioni Talga në kujdesin e pushtetit vendor, një nisëm e re, e cila është për të përshëndetur, sepse strategjia e Talgës do të jetë trajnimi i burimeve njerëzore të gjithë pushtetit vendor dhe unë mendoj fort që ne kemi burim njerëzor nga Universiteti i Ismail Qemali në Vlorë, një burim njerëzor të jashtëzakonshëm, sidomos në fushën juridike, por është vetëm hapi i parë dhe hapi i domosdoshëm për të krijuar burime njerëzore, të cilat do të bëjnë strategjik e zhvillimit në institucionit, do të jetë trajnimi. Dhe kjo nisëm tashmë është një nisëm që ka bërë hapat e parë, janë lidhur marrëveshje ndërmjet gjithë pushtetit vendore edhe Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe ne jemi përfshirë si institucioni i bashkisë në këtë nisëm dhe gjithë burimet njerëzore të administratës në impuls civil dhe administratës publike do të përfshihen në këtë kuadër trajnimesh. Që shpeshherë kapacitetet, stigmat, ndonjëherë edhe mosdia korrekte e gjithë bashkërendimit të punës mund të bëhen pengesë. Trajnimi është ai që i paraprin të gjithë pikpyetjeve që secili nënpunës kanë në ditën e tij të punës dhe pa diskutim kur ne kemi një burim njerëzor të trajnuar është keyword i strategjive të administratës. Ky aktivitet i organizuar në bashkëpunim me Universitetin e Vlorës Ismail Qemali dhe Qendrën për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes synon të nxit një debat të informuar akademik dhe institucional mbi mënyrat konkrete të përdorimit të instrumenteve administrative në nivel vendor. Përmes këtij bashkëpunimi, universiteti luan një rol të rëndësishëm si promotor i kërkimit shkencor dhe edukimit qytetar mbi integritetin publik dhe qeverisjen e mirë. Prezantimi i këtij studimi synon të shërbejë si hap i parë drejt krijimit të një kulture të re të bashkëpunimit ndërmjet akademisë, institucioneve dhe shoqërisë në funksion të sundimit të ligjit, parandalimit të krimit të organizuar dhe afrimit të Shqipërisë me standardet e Bashkimit Evropian.